Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë. Nuk mendoj që është dramatike. Situatat që shpe interpreton opozita. Nuk mujnë të caktojnë. E cakton kryesuesi. Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta, si që deni jo, për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi kushtetutës tonë, sepse i patëm disa momente edhe vitin e kaluar, kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet edhe natyra e proceseve. Kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe, diskutimi është ka të bëj lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a duhet kryet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilë dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë themelimi i kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Situatat që shpe interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Tash kur do të thirret seanca, nuk mujnë të caktojnë. E cakton kryesuesi. Besoj që së shpejti do të shkruaj. Po domethënë, po na nuk mund t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Ai që mendon që është shkel kushtetuta do të drejtohet gjykatës kushtetuese. Unë mendoj thjesht që mund të zgjasë më shumë se një ditë konstituimi i kuvendit. Mendoj që zoti Kurti po do t'ju drejtohet sërish. Sepse kur nuk do të lodhemi nga dialogu politik. Do të vazhdojnë përpjekjet për konstituimin e institucioneve tona. Edhe PDK-s, edhe LDK-s, edhe AK-s do të drejtohet zoti Kurti.